Si të shkruajmë kërkesën për uljen e QRA-s në Zvicër? Siç ju kam informuar edhe më përpara, që nga shtatori i 2025-s në Zvicër është ulur norma e referencës në 1.25% dhe automatikisht të gjithë qeragjive i njihet e drejta për të ulur QRA-n mujore. Por përpara se të filloni të gjithë procedurën, ju lutem të bëni kujdes dhe të kontrolloni kontratën tuaj të QRA-s në mënyrë që të shikoni se në çfarë norme reference jeni, pra jeni mbi 1.25% apo jeni më poshtë. Pasi ta keni kontrolluar, më pas mund të filloni të bëni përpilimin e kërkesës. Në kërkesë duhet të shkruani të dhënat tuaja bashkë me adresën në të cilën ndodheni. Ndërtoni në kërkesë që kjo kërkesë ju drejtohet për shkak të ndryshimit të normës së referencës dhe prandaj po kërkoni edhe uljen e QRA-s. Më pas mund ta dërgoni me postë. Rekomande dhe duhet, ju lutem, gjithmonë një këshill nga unë, duhet gjithmonë të mbani kuponin që do t'ju jap posta në mënyrë që të verifikoni që po unë e kam dërguar kërkesën, sepse në të shumtën e rasteve shumë persona humbin këtë të drejtë sepse mendojnë që pronari ose fërvaltu nga quajtur ndryshe këtu kanë për ta ulur veçëran, por në të vërtetë nuk është ashtu sepse qeragjiu është ai i cili duhet të jetë aktiv dhe të uli QRA-n e tij nëpërmjet kërkesës.